por në asnjë moment nuk lat kuptohej ai vetë dhe pastaj gjithë lidershipi i partisë ndonjë qëllim për t'u hakmarr duke futur në burg burgosin e vetë. Po përkundrazi nisi një rrugë shumë të vështirë, më të vështirë, për të krijuar kushtet që burgosjet politike të mos përsëriteshin më kurrë në Shqipëri. Dhe nëse do të kishte drejtësi, drejtësinë ta bënte drejtësia, jo ta bënte politika. Kjo është një rrugë që bashkon Partinë Socialiste me aspiratat e shqiptarëve, të cilat janë të lidhura me Europën dhe Shqipërinë europiane. Dhe kjo e bën Partinë Socialiste natyrshëm të vetmen forcë europianizuese të këtij vendi. Çfarë ka karakterizuar Partinë Socialiste? E ka karakterizuar gjithmonë prirja për të ndërtuar. Dhe gjithmonë ka qenë e detyruar të përballet me forcën e shkatrimit. Forcën e shkatrimit të madh apo forcën e shkatrimit të vogël. Forcën që kur ka pasur në dorë të shkatrojë Shqipërinë, ka shkatruar Shqipërinë, forcën që edhe kur i kanë rënë pantallonat në fund këmbëve, prap do të shkatrojë fasadën e kryeministrisë apo të shkatrojë kazanët e plerave të Tiranës. Çfarë ka karakterizuar Partinë Socialiste në raport me shoqërinë? E ka karakterizuar fryma e tolerancës dhe fryma e njerëzillëkut. Ndërsa ata që Partia Socialiste ka pasur dhe tani si kam më përballë se i kam mrapa, kanë qenë gjithmonë mishërimi i përçarjes edhe i urrejtjes, i ndarjes shqiptarëve në këtej dhe andej, në demokrat dhe në komunist, në njerëz të demokracisë dhe njerëz diktaturës, një dasi, një përçarje, një poshtërsi që ushtri deri në fshatin më të largët, ku zihej komshiu me komshiun për partinë. Dhe kur ndërkohë që të dy s'kishin as gjërat më elementare, për çfarë ziheshin dibranët këtu, kur në ndërkohë ju duhej 5 orë për të hikë e 5 orë për të ardhur nga Tirana. Ziheshin për partinë. E kush e futi atë sherr? Jo Partia Socialiste. Asnjëherë. Asnjëherë. Madje kaq e vërtetë është kjo, saqë nëse dikush sot, po s'besoj se sot e ka marrë dikë malli, po nesër dikush do të hapi të gjitha ato që kanë mbetur të shkruara, që kanë mbetur të regjistruara nga ballafaqimet politike, do konstatoj diçka ndër tjera. Nga njëra anë, një ballafaqim i buruar nga shpirti katran i sherrit